Gjatë orëve të fundit vendi ynë është përfshirë nga një mot i keq me ulje të ndjeshme temperaturash dhe rreshje të dendura shiu dhe dëbore. Rreshjet e shiut kanë përfshirë të gjithë zonat e vendit, ndërsa rreshjet e dëborës kanë rifilluar në stinën e pranverës si rrallëherë në zonën e Thethit. Aktualisht nga moti i përkeqësuar në aksin rrugor Bok-Theth ka një shtresë të hollë dëbore, po për momentin rruga është e kalueshme. Ky aks rrugor vijon të jetë pa mirëmbajtje për shkak të ankimimit që kanë bërë firmat ndaj njëra tjetrës. Orët në vazhdim, në rast se dëbora do të vijojë, duke u kthyer në akull, mund të sjellë vështirësi për automjetet që lëvizin në këtë aks rrugor. Përveç dëborës, në disa pjesë rruga e Thethit ka edhe rënje gurësh. Për shkak të motit të keq dhe rreshjeve të pandërprera të shiut që kanë nisur prej orëve të mbrëmjes, kanë krijuar probleme në rrugën nacionale Burrel-Rëshen. Si pasojë e shiut të vazhdueshëm në këtë aks, ka patur rënje të gurëve duke bërë pengesë për qarkullimin normal të automjeteve. Gurët dhe copat e shkëmbimeve kanë rënë në afërsi të fshatit Urak, ku është edhe segmenti më i dëmtuar i kësaj rruge. Edhe pse në këtë aks rrugor, autoriteti rrugor shqiptar ka akorduar mbi 1 milion euro mirëmbajtje, firma që ka fituar tenderin nuk duket në terren, duke lënë aksin në mëshirë të fatit dhe natyrës. Ndërkohë, autoriteti rrugor shqiptar bën thirrje të gjithë drejtuesve që të bëjnë kujdes gjatë lëvizjes në rrugë për shkak të pranisë së lagështijës.